Më shumë se gjysma e bullgarëve tani mbështesin euron sipas publikimit të fundit të pranverës të anketës Eurobarometrit mbi qendrimet publike në të gjithë Bashkimin Evropian. Në Bullgari, e cila u bë anëtarja më e re e zonës e euros më 1 janar 2026, mbështetja për monedhën e vetme evropiane u rrit me 13 pikë përqindje krahasuar me anketën e mëparshme të Eurobarometrit të kryer në vjeshtën e vitit 2025. Shumica e bullgarëve ose 55% tani e mbështesin euron, ndërsa 39% e kundërshtojnë atë, tregoi anketa. Mbështetja e përgjithshme për euro në të gjithë Bashkimin Evropian mbeti në 74%, duke shënuar nivelin e saj më të lartë të mbështetjes që nga futja e monedhës në janar 2002. Mbështetja ishte edhe më e fortë brenda zonës së euros, ku më shumë se 8 në 10 të anketuar ose 82% mbështetën monedhën e përbashkët. Duke parë përpara drejt 12 muajve të ardhshëm, 42% e bullgarëve thanë se prisnin që situata ekonomike e vendit të përkeqësohej, ndërsa 29% besonin se ajo do të mbetej e pandryshuar nga viti i kaluar. Vetëm 23% e të anketuarve në Bullgari prisnin që ekonomia të përmirësohej. Në të gjithë Bashkimin Evropian, pritjet ishin po aq pesimiste. Vetëm 16% e të anketuarve thanë se besonin se situata ekonomike në vendin e tyre do të përmirësohej gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa 44% prisnin që ajo të përkeqësohej dhe 29% thanë se do të mbetej e pandryshuar. Në të njëjtën kohë, 56% e familjeve bullgare përshkruan gjendjen e tyre financiare si të mirë, ndërsa 41% thanë se ishte e keqe. Në nivel të Bashkimit Evropian, përqindjet përkatëse ishin 75% dhe 23%. Anketa u krye midis 12 marsit dhe 5 prillit 2026 në të 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe përfshiu intervista me 26.415 qytetarë të Bashkimit Evropian. Intervistat u kryen gjithashtu në 9 vende kandidate dhe kandidate potenciale, duke përjashtuar Ukrainën dhe Mbretërinë e Bashkuar. Në Bullgari, 1015 persona morën pjesë në anketë.